Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you? Miq të nderuar, unë u bëra gati të nisem me këtë veturë Citroen të klasit C4 me kilometrazh 00. U bëra gati të nisem duke përshëndetur me emisionin tonë dhe t'ju në prodhimin është pasuria jonë. Ne erdhëm këtu në qendrën tregtare Abi në Prizren dhe të mësojmë më shumë se çfarë është kjo lojë e madhe shpërblyese e kësaj qendre tregtare. Di se për çdo vit, ka 8 vite me radhë që qendra tregtare dhe kompania Abi organizojnë lojën e madhe shpërblyese për konsumatorët e vet. Natyrisht për gjithë ata të cilët vinë këtu, blejnë diçka dhe çdo cent, çdo metalik shkon sërish në gëzimin dhe lojrat shpërblyese për konsumator. Abi shënon 8 vjetorin e themelimit. Në të vërtetë qendra tregtare shënon 8 vjetorin e jetës dhe të themelimit. Dhe për çdo vjet bën lojra të ndryshme shpërblyese ku ndahen dhjetra dhe qindra shpërblime. Ndërsa premia kryesore, si gjithni, është automobili. Unë do të nisem jo me këtë veturë, se vetura do të qëndron këtu, do të pres fituesin Fatlum, po do të shkoj deri tek zyrja e Musli Zogajt, menaxheri marketingut, i cili do na tregoj më shumë për shpërblimet e tjera të kompanisë Abi dhe të qendrës tregtare në këtë lojë të madhe shpërblyese, e cila filloi këtë ditë dhe përfundon me 5 janar. Çdo tiketë e bler deri në 20 euro që ka ndonjë vetëm një produkt që është në lojën shpërblyese është në lojë dhe mund të fitoj. Ju vetëm duhet të vini, të bleni madhra të ndryshëm dhe të ketë vetëm një produkt që ka star yllën dhe të bëni pjesëtar të kësaj loje. Ndoshta keni fat, por shpresoj se qindra konsumatorë do të kenë fat sepse ka qindra shpërblime të tjera. Të nderuar miq, erdhëm këtu në zyre të marketingut ku do të bisedojmë me menaxherin e marketingut zotrin Musli Zogajn. Vetura më pëlqej shumë, me siguri ju pëlqej edhe juve, po poshtë veturës thash se ka edhe shumë shpërblime tjera në këtë lojë të madhe shpërblyese të qendrës tregtare Abi këtu në Prizren.
Mos e faleminderit që na prit, e di që jeni shumë në zonën tani. Mirë se keni ardhur. Kam dëshirë të di pos veturës çfarë shpërblimi do të ketë tjetër edhe pak për rregullat e lojës shpërblyese të tregosh. Spari faleminderit që keni ardhur, që na keni vizitu. I përshëndes edhe gjithë shikuesit e televizionit Opinion. Pra e dim që erdhëm në fundin e vitit, në festat e fundvitit, ku përveç që do t'i festojmë fund festat e fundvitit, Opi Center shënon edhe 8 vjetorin e qendrës tregtare, ku në rastin e 8 vjetorit të qendrës tregtare kemi menduar për konsumator tonë një lojë të madhe shpërblyese, që përveç do ta kemi premin Citroen C4 00, siç e pat më herët, do të ketë edhe qindra shpërblime të tjera, të cilat do të jenë të lloje të ndryshme, të cilat do të jetë edhe sasia shumë e madhe. Si për shembull do të kemi edhe televizor LED, TV, do të kemi frigorifer, lavatriçe, skuter, tharse flokësh, edhe shumë të tjera shpërblime. Por këtë lojë na e kemi quajt hap pas hapi deri në star, ku do të thotë që disa produkte të cilat kanë qenë në fletushk ose që i kemi pas si star artikuj, më thonë mund të merr pjesë automatikisht në lojën shpërblyese e Abit. Kjo i bën që konsumatori në Abi vetëm duhet të blejë një shumë minimale që është 20 euro, që nuk e kemi parashikuar ai shumë më të madhe se 20 euro është normalisht me ble në furnizim shtëpis është një shumë normale, por në këtë shumë 20 euro, së paku konsumatori do të ketë një produkt star. Po, na për mja sharu shumë më mirë konsumatorit, kemi të reguar se në çdo raft apo në çdo pozicion të artikujve të produkteve që i kemi vendos, e ka një shaj star, ku të regon që është artikuj i lojës shpërblyese. Por, zakonisht kur e qet një vetur ose shumë shpërblime, si që kemi vendosur si vjet ose vitet e kaluara gjithmonë kanë qenë që është e vërtetë edhe do të kem fata fitoja është ran. Na për mja tregu publikut, për mja tregu konsumatorëve që jemi real, zakonisht tërheqjen e shpërblimeve ka bërë një fëmijë kalimtar i rastit, ka ardhe ka tërheq fituesin, e ka tërheq fakturën edhe është bë fituesi. Pra, tash jemi në prag të fundvitit, do të festojmë së bashku festat e fundvitit dhe e kemi një moto që kjo moto do të mbet Abi feston, konsumatori fiton. Kjo më vjen mirë se Abi gjithherë sjell rrysi. Abi është një unë e pata pagëzuar së bashku me zotëri Irfanin dhe Adnanin, e pata pagëzuar Abin këtë qendër tregtare Bukuroshja Prisent. Tash keni një moto shumë të mirë, edhe njerë më tregu motën. Abi feston, konsumatori fiton. Kjo është shumë mirë, sepse Abi feston së bashku me konsumatorët. Mos ishin konsumatorët, nuk do të ishte edhe Abi. Dhe më pëlqej të nderuar miq shumë kjo moto dhe kjo logo. Meqense se Abi këmbton edhe 8 vjetorin, kjo është një festë shumë e madhe jo vetëm për qendrën tregtare Abi, të ditori qendrës tregtare Abi, se kompania Abi ka filluar në vitet 80-ta, është edhe festë e madhe edhe për ne, sepse në zemrën e Prezent është një qendër e bukur tregtare, në qendër me qindra mirë artikuj të ndryshëm, qofshin ushqimor, të tekstilit, të veshmbathjes, pastaj të mjeteve didaktike, higjienës e të tjerë, ku njeriu mund të vi të kënaqet dhe të del duke buzëqeshur nga se është furnizuar me artikuj cilësor dhe me çmime të mira. Me 5 janar do të bëhet tërheqja e fituesve. Po, pra me 5 janar kemi vendosur që normalisht pasi të pushojmë pak prej festave të fundvitit do të bëhet tërheqja gjitha shpërblimeve, ku do të bëhet tërheqja edhe e veturës Citroen. Pra ky smet let luajnë, konsumatorët edhe let fitojnë. Po dikush do ta fitoj. Më vjen mirë që dikush do ta fitoj. Më vjen mirë që organizohet me lojë shpërblyese. Me siguri do të kemi edhe surpriza të tjera për festat. Pra, përveç lojës së madhe shpërblyese që kemi për festat e fundvitit në gjithë qendrat tregtare, si në sektorin e tekstilit, në sektorin e teknikës,
dhe në restorantet tona do të ketë shumë surpriza të tjera, ku do të ketë zbritje, për shembull kemi tek zbritje prej 30% deri në 70% zbritje në gjitha produktet, kemi produkte në plus 1 gratis, kemi gjithashtu edhe në teknik shumë produkte me gratis, e shumë çmime speciale, çmime me zbritje të madhe në gjithë sektorin e teknikës, ku konsumatorët mund të vinë dhe mund të përfitojnë prej këtyre aksioneve të cilat janë në Abi Center. Kjo mirë që dëshej unë kisha pas dëshirë që t'i falemnderoj pronarët dhe gjithë stafin e qendrës Sektor Abi dhe të kompanisë Abi që na befasojnë për të mirë me shpërblime të ndryshme. Ne të nderuar miq do të zbresim poshtë në marketin e madh dhe me qenë se më duket do të thënë Musliu, nëse ka mundësi sonte apo nesër ta vazhdojmë në marketin e madh, ta bëjmë edhe një hyrje se çfarë duhet të blejnë dhe çfarë ka prej këtyre artikujve që mund të hyjnë në listë për të marrë pjesë në lojën shpërblyese. Po, patjetër na edhe me këtë rast do ta zyrtarizojmë lojën e madhe shpërblyese, por edhe me çrast për shkak të kohës, nesër komplet do t'i sqarojmë edhe një herë publikut se si do të jetë loja, si do mund të luajë konsumatori më lehtë, edhe komplet publikut dhe konsumatorit do t'ja sqarojmë shumë mirë lojën e madhe shpërblyese të Abi Center. Kur themi nesër, do thotë nesër do të jetë edhe ky emision, do të jetë emisioni prodhimi ynë pasurion që jepet çdo të mërkurë në orën 21, reprizohet ajtën në orën 15 dhe të shtunën në orën 14. Të nderuar miq, sërë që vi këtu në qendrën tregtar Abi. Unë jam konsumues i prodhime vendore, ashtu si që një dhe shumica nga ju. Nalëm në shtandën dhe kënaqem me gjithë këto prodhime të Abi Milkit, të qumshtores Abi. Dhe se Abi ja ka filluar shumë herët me punë tregtie, pastaj në vitet e 90-ta komercializoi një pjesë të industrisë ushqimore Progres, filloi me prodhimin e qumshtit dhe tani Abi ka dhjetra prodhime të cilat gjenden në raftet e qendrës tregtare dhe shitore të ndryshme, marketet të ndryshme, anë mban Kosovës, por edhe në shtetet e Europës. Dhe kur të vi këtu, kënaqem me këtë dokument apo certifikat ku shkruan për cilësinë e garantuar dhe të dëshmuar. Unë ja mora pak kohë në qytet e Sheut, menaxher i blerjes dhe i furnizimit këtu në Abi, i cili të themi urrit me Abin. Kur them urrit me Abin, se të gjithë kanë qenë shumë të rinj kur ka filluar para 8 vite qendra tregtare, si ti, si Erdini, Aladini, po urritet dhe tani ma kaluat edhe mu. Në gjithë faleminderit për kohën, ne do të afrohemi edhe pak këtu. Si ndjen veten ti për këto 8 vjet pune në Abi? Për këto 8 vjet pune në Abi ndihemi shumë krenar, se kemi arritur të shtojmë produkte, kemi arritur të marrim edhe certifikatën e garantuar me standarde ndërkombëtare me ISO 9001 dhe kemi shtuar produkte. Vitin e kaluar kemi kaluar në kapacitete të reja të qumshtores me një, si të them, mini fabrik ose fabrik super moderne, të cilat na shtojnë cilësinë e garantuar, kështu që përshkojmë edhe hap pas hapi të shtojmë edhe produkte të reja. Në gjithë, kurimi tek furnizimi, ti bën furnizimin e qendrës tregtare. Unë sa di, ju shumë i kushtoni kujdes prodhime vendore që të jenë këtu në shtandet juaj. Ashtu. Pasi jemi edhe vetë prodhues vendor,
na e dim vështirësitë e prodhuesve vendor, për atë edhe i japim për krahje, si edhe ata që kanë dhonë në mbar Kosovën edhe neve me produktet tona. Kemi qef gjithmonë standet tona të janë produktet vendore, cilësi të parë, ose primar. Kjo vjen mirë që dëgjoj. Në thuj ti si në gjithë se i kënaqën me punën që e bën këto. Me punën jam teti kënaqur, edhe jemi të gjithë të përkushtuar deri në mas që të arrisim kualitetin edhe qoftë produkteve tona edhe me furnizim të tjera. Për këto 8 vjet Qendra Tregtareve ka organizuar shumë lojra shpërblyese. Mua më kujtohet edhe disa herë është prerë edhe torta e madhe, por si do të ketë tortë se duhet të përgatitem unë për tortë. Ashtu është, edhe si vjet do të festojmë më të madhe, 8 vjetorin. Kemi organizuar një lojë shpërblyese për konsumatorët tanë. Kjo është një shtytje edhe për ta edhe për ne, se jemi zbashku dhe qëndrojmë me moton qyteti im, qendra ime. Kjo më vjen mirë. Përveç tjera, do me thonë, kemi dhurata të shumta edhe është premia një automjet Citroen. Mua më pëlqej llogue. Unë kam qenë bashkëpjesëmarr së bashku me zotri Irfanin, zotni Bariun dhe më të madhen Adnanin, vllahun më të madh, kur e kemi pagëzuar bukuria prezent Qendra Tregtare. Tash po më pëlqen edhe logoja. Qendra ime, qyteti im. Do thotë atë çka qytetarët e prezent dhe konsumatorët që vinë nga qendra të Kosovës shpenzojnë këtu, përfitojnë me lojra shpërblyese, me shumë organizime që bëjnë. Kjo është një kthim ndaj konsumatorit, të mirën duhet me kthy me të mirë, edhe na gjithmonë përpiqemi që të gjitha të bëjmë edhe të jetë edhe konsumatori ynë i kënaqur, të del nga habi i kënaqur, se ne jemi gjithmonë vigjilent për këto gjëra. Kështu që edhe si vjet do të ketë edhe tortë, edhe shpërblime të shumta. Do të kemi një sopë më të madhe me qenë se bëj këtë emision. Megjithëse jeni gjithmonë me ne në emisione, kemi qef të jeni pranë nesh edhe në këtë 8 vjetorin tonë. Në para 8 vitesh, kur kom biseduar me ty dhe me Erdinin, Vrenin gjithë, s'keni pas flokë të bardhë, tash në zbardhë pak. Ashtu është, me kalimin e kohës, normal, tash vinë gjenerata të reja, ashtu është. Faleminderit, na ju dëshojmë suksese dhe natyrisht shëndet dhe habi jo vetëm 8, por edhe 80 vjet na sjell rrisinat, na sjell bukurinë dhe na sjell kënaqësinë e familjes tona. Ju falenderojmë në vizitë, na kemi qef gjithmonë të shkojmë të ecim para, qoftë me produkte, qoftë me kualitet, qoftë me kualitetin e shërbimeve. Përveç që të cekëm lojën shpërblyese që e kemi për 8 vjetorin, prej kësaj jave çdo vikend do të kemi edhe çmime më të ulta shtesë të produkteve që mbushin shportën e konsumatorit, që janë produkte më elementare. Domethënë çdo javë deri në fund të vitit, domethënë deri në viti, çdo javë do të kemi për vikend ose për fund javë edhe produkte shtesë, përveç këtyre që i kemi në të cekura në këtë fletushk, përveç tyne do të jetë dikun prej 30 deri në 60 produkte tjera shtesë për të gëzuar konsumatorin tonë. Kjo më vjen mirë, të nderuar miq, e dëgjuam në çdo sheun menaxherin e blerës dhe të furnizimit në Qendrën Tregtare e Habi, i cili të themi së bashku me Evrenin, Erdinin, Aladinin, edhe shumë të tjerë të familjes Habi dhe shokë të tjerë, punëtorë të tjerë janë rritur dhe na sjellën gjithherë risi. Dhe mos harrojmë, mua më pëlqej loga që e përmendi edhe në qytet, po edhe që është në Fletushka, komuna ime, qendra ime.
Mos një pak më parë isha në shtandin e qumshtorës Abi Mjellk dhe bisova me një qytetin. Tani jemi duke shetitur, dikush që nuk e sheh, për shembull nuk e ngrit kokën lart, si mund të di për artikuj cilët janë në lojë? Po, për gjithë konsumatorët na për vetëm yjet që i kemi vendosur në për gjithë qendrën tregtare, të çdo produkt kemi vendosur edhe nga një shej, ku është star artikuj për lojë shpërblyese. Më thonë edhe kamera mund ta merr si të këto, pra çdo star artikuj i cili është në raftin e vet, atëherë e ka shenjën e star artikuj, ku më thonë në atë moment që ta sheh këtë star yjen, atëherë do të thotë që menjëherë me këtë artikuj mund të merr pjesë në lojën shpërblyese. Do thot unë blej 19 euro e 50 cent, 70 cent, shembull, diç këtu në Abi, por e blej edhe një krem bananit, të themi kështu me star artikull, kalon 20-in dhe me një artikull mund të bëm. Po, në rast se ti blen 20 euro vlerën e fakturës ki, por në rast se e ki edhe vetëm një produkt nga star artikull, ti automatikisht merr pjesë në lojën tonë shpërblyese. Po në rast se blen 20 euro madhe dhe nuk merr asnjë star artikuj nga shtandet që atëherë nuk mund të jesh pjesë e lojës shpërblyese. Atëherë të shëdisim edhe pak, të shohim edhe pak me kamerën tonë. Përveç tjera, do me thonë që klienti ka me pas në marketit dhe disa produkte tjera, na në këtë lojë shpërblyese ka hy edhe higjiena, ku është një pjesë e jetës tonë, ku është një pjesë e furnizimit për një familje. Me thonë edhe në higjien ka diku janë përmi 40 produkte cilat janë në star artikuj, që janë produkte domosdoshme që vynë për furnizimin në një shtëpie. Shembull, këtu i kemi produkte që janë edhe prodhimet tona, është shamponi natyra, që më ka qenë 1.60, tani kemi zbrit për 1.25 dhe 1.35 në 1.25, me thonë përveç tjera ka dhe një zbritje shumë e madhe që ka qenë, ka produkte me gratis, ka produkte deri në 50%, deri në 70% zbritje, gjithashtu gjatë këtyre festave të fundvitit dhe në rastin e ditëlindjes së Abi Center do të ketë edhe shumë promocione ku qytetarët kanë më promovu me produkte të reja, me risi të reja dhe me gjithë produkte shumë të mira dhe shumë me cilësi të lartë, si dhe me një zbritje shumë të madhe në rastin e ndrimit të mëdhve, si dhe në rastin e ditëlindjes së Abi Center. Mirë që dëgjoj këto muse. Për shembull këtu jemi në shtandin e Erabit. Erabi ka edhe shtande tjera dhe unë kam pas rast të jem edhe 5 mars në fabrikë të inqizoj se si prodhon këto shampona dhe të ndruar miq, jam shumë i kënaqur kur i përdori shamponat e Erabit. Zakonisht janë shamponat mu më pëlqejnë shamponat e Ithrës dhe shamponat natyra. Por këtu ka edhe 10 tjera artikuj të Erabit. Pra, jo vetëm në qumshtore, po edhe me Erabin, po edhe me qendrët tregtare mund të krenohemi dhe natyrisht jo vetëm ne, po gjithë Prizreni edhe Kosova. Pse jo?
Të nderuar miq, këtu kemi edhe një punëtore që i ka kaluar 6 vite punës, Mirlinda Qoqe, nëse nuk gaboj, Ardiana Qoqe, Çollaku, që sa mirë, po jo harroj edhe pse shpesh takohemi vim këtu, si e ndjen veten gjatë këtyre viteve? Unë ndjej veten këtu shumë mirë, pëlqen, është gjithçka në rregull. Qysh mirë kur je në kam edhe ke shumë punë? Nuk ka lidhje në ato, nuk pritoj me bë, vetë kemi zgjedh këtë punë dhe kështu që Je kënaqur me stafin këtu? Po, stafi është gjithçka në rregull. Do me thonë, shoqëria është e mirë me këta që punojmë këtu. Kujdesi është maksimal. E di edhe unë, e dim edhe të gjithë, sepse sa që vim në ABE ka rrecina të ndryshme dhe gjithherë rini duke buzëqeshur. Për shembull, kur të dhëm koka po dhëmbja, buzëqesh? Po, buzëqeshi edhe atëherë. Se mvaret vinë mishterit janë ata që do me thonë na binë edhe disponimin edhe krejtë, nuk na lojnë edhe mu lodhe dhe na bojnë të punën ma të letë. Unë se di sërë që ka ditëlindjen ABE e bën tortën e madhe dhe gjithë punëtorët jeni aty. Po e shoh se ju që bëni në arka jeni më të zanën, do të keni rast të provoni tortën e ABE-t? Po, patjetër, ato e bëjnë do me thonë e prej nalt, po neve nuk na shkalojnë asnjëherë, gjithmonë do me thonë është vendi kur festojnë këta ditëlindjen edhe na jemi pjesë e atyit. Dhe shkojmë nalt në restorante dhe festojmë bashkë edhe mas orarit punës, nuk është problem për ata. Të dëshoj suksese dhe shëndete. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jam këtu afër Mirlinda Morinës, e cila ka 8 vite këtu që punon në ABE Center. Dhe mu vjeni në sërë që vimi merë para, ti kur së më shenë pa para? Qatë punë ka më të keqa, veç me marë pare. Ju përshëndes një herë i ka parë, përshëndes gjithë stafin ABE-t edhe punëtorët. Në thuaj, a e mërzitur nga puna që bën këtu? Jo, me gjatë qef e bëj. Pak lodhja, po jo, me gjatë qef e bëj. Si ndin vetën kur 8 vite e këtu dhe 8 vite i mirit të gjithë së bashku dhe këmesu të gjithë së bashku me ABE-n? Këtu 8 vite ndina si në shpitam, si në familje, pjesë familjes. Së di tjetër që me ta. Dhe ke mjaft shoqe që bënin gjatë me ty? Po, kena stafin shumë të mirë, kena menaxherat e mirë që punojmë, bashkë punojmë, s'kena probleme kur. Dhe është punë e lodhshëm shumë, sidomos kur ka festa, të qëndroni në kam. Jo, me gjatë qef e bëj, sidomos kur ka punë shumë ma disponim jam, punoj, kam qef konsumator munda knaqëm prej neve. Kjo më vjen mirë që dëgjoj, pra të nderuar miq, kur ishe punëtorë të buzëqesh, kur ishe punëtorë që janë të kënaqur me punën që bëjnë dhe që në rritur këtu të themi në ABE Center apo që janë rektor ABE, më vjen mirë dhe ndjej kënaqësi të veçantë. Dhe të nderuar miq, dal ngadalë erdhëm ka fundi i këtij emisioni, prodhimi ynë është pasion, kushtuar lojës shpërbyse të qendrës tregtare këtu në Prizren. Kuptojmë se si duhet të luajmë, kuptojmë se çfarë bën qendra tregtare për ne konsumatorët. Dëgjojmë edhe menaxherin e blerjes në Gjetçeun, dëgjojmë edhe punëtorët të cilat punojnë njëra 8 vjet, tjera mbi 6 vjet këtu dhe janë shumë të kënaqur me punën që bëjnë dhe me stafin e qendrës tregtare ABE. Neve na përcjelli Musli Zogaj, menaxher i marketingut, i cili na tregoi se çfarë ka rrisina dhe çfarë do të kemi gjatë këtij fundvitit. E filluam me Citroenin C4, Musli, unë kam dëshirë ta përfundoj edhe me këtë Citroen. Na tregoi se çfarë ka shpërblime, na tha se si duhet të luajmë, nëse etiketa 20 €, dhe e ka logon e një artikulli që është i vendosur. Pra na e filluam me këtë Citroenin e bukur C4, edhe përfundojna me këtë Citroenin. Nuk kemi çka t'ju sqaroj më shumë, i sqarojmë gjitha rreth lojës, rreth shpërblimeve, rreth festave të fundvitit. Ja uruam gjithë bashkarisht ABE-t ditëlindjen e 8, por mos harrojmë me 5 janar na pret një gala mbrëmje e madhe këtu në ABE Center, ku do të jepën shumë shpërblime dhe do të jepet ky Citroen i bukur. Dhe për fund kam dëshirë të shoh Qelsat. Edhe Qelsat e Citroenit C4, i cili do të jetë fituesi me 5 janar, ku edhe do të bëhet tërheqja gjitha shpërblimeve dhe e premison Citroen C4. Mirë, e presin fituesin me 5 janar. Kur vjen fituesi,
Si do të vozit kena, ka rezervuar benzine jo? Kerri është përveç që është i ri është 00, kerri është edhe i regjistruar, i doganun, si dhe do të japim me një rezervuar plot. Me para apo me benzinë? Me karburant sigurisht, është benzina apo dizel. Me karburant. Pra, të ndërër miq, e dëgjuam çfarë na tha Musti Zogaj. E pam edhe qinë, thamaj pak qisën, ndoshta do t'jem unë fitues, po e pam edhe qesën, e pam edhe keni, pam edhe shumë shpërblime. Edhe mos harroni, atë që ne bëjmë për abin, si konsumator, abi na kthen dy fish. Të jetojmë dhe të kënaqemi me abin, si u kënaqëm dhe jetojmë këto 8 vite. Të jetojmë edhe 18, edhe 80 vite të tjera me qendrën tregtar abi, sepse qendra jonë, komuna jonë është edhe kënaqësia jonë. Nothing, G. Just watching the game, having a brew. What's up with you?